Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin mars edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe të gjithë ata që duan të dinë për hartën e tyre personale mund të kontaktojnë në WhatsApp. Atëherë shohim se si do jetë ky muaj në lidhje me ju. Dhe fillojmë në lidhje me të lindurit në 10 ditëshin e parë. Atëherë gjatë muajit mars duhet keni kujdes sepse do keni disa sfida, do keni disa keq kuptime me disa njerëz të afërt, por edhe komunikimi do jetë i vështirë gjatë kësaj periudhe, do ketë pak kënaqësi rreth jush, gjithsesi duhet keni kujdes në lidhje me aksidentet, me drejtimin e makinës, duhet jeni më të kujdesshëm, por keni dhe lajme pozitive. Pavarësisht problemeve që mund të keni në lidhje me komunikimin, ju do vazhdoni të shkoni drejt qëllimeve tuaja. Nga ana profesionale mund të merrni një lajm, ka lidhje me një sukses të madh që do keni në lidhje me punën, por gjithsesi është një muaj ku edhe pse do keni vështirësi, humori tuaj do jetë i mirë gjatë muajit mars. Dhe të lindurit në pjesën e dytë të 10 ditëshit të parë. Atëherë për ju do keni një sukses profesional, do keni njohje të rëndësishme shoqërore, do keni fillime të reja në jetën tuaj, ju do realizoni shumë nga ëndrat tuaja dhe në fund do dilni fitimtar gjithsesi në lidhje me çfarë do lloj ëndrash që ju keni. Do keni sukses financiar, do keni sukses në njohjet dhe fati do kuptoni që fati është në anën tuaj më në fund. Por do jeni edhe krijues gjatë kësaj periudhe, thjesht duhet keni kujdes që mos flisni negativisht ose mos u nxitoni në lidhje me fjalët që do thoni. Dhe të lindurit në pjesën e parë të 10 ditëshit të dytë. Atëherë ju do keni shpenzime financiare, do filloni të riorganizoni financat tuaja, do keni disa vështirësi të vogla në lidhje me anën ekonomike, gjithsesi do keni dhe zhvillime të reja në karrierën tuaj. Ju do vini një rregull, si në financa, si në punën tuaj, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që drejt prillit ju të keni përmirësime të dukshme në lidhje me anën tuaj ekonomike. Dhe të lindurit në pjesën e dytë të 10 ditëshit të dytë. Atëherë për ju do jetë një muaj ku do ndikoj më tepër te vendi i punës, në lidhje me sektorin e punës. Do keni çështje që mund të jepni fund në lidhje me disa shpërblime me parat, por parat do vinë në xhepin tuaj, do ndiheni më të fortë gjatë këtij muaji. Është një muaj jashtëzakonisht krijues në lidhje me ju, do çoni përpara qëllimet tuaja në lidhje me punën, me karrierën tuaj. Do keni sukses te puna juaj, por do jetë sukses i garantuar në lidhje me ju. Gjithsesi është një muaj ku do merreni shumë dhe me çështjet financiare, por edhe me çështjet e punës, por fati do t'ju ndihmojë. Dhe të lindurit në 10 ditëshin e tretë, në pjesën e parë të 10 ditëshit të tretë. Atëherë do jetë një muaj ku nuk do keni gjëra tronditse, do ndiheni mirë, do keni gjëra të vogla të këndshme, do keni ngjarje pozitive, si në lidhje me punën, edhe në situata të tjera, do jeni më të durueshëm. Gjithsesi është një muaj ku do merrni frymë lirisht, por do keni dhe disa lajme të mira që do t'ju ndihmojnë të rrisin optimizmin tuaj. Dhe të lindurit në pjesën e dytë të 10 ditëshit të tretë, në lidhje me ju, është një periudhë ku ju do keni, nuk e di, mund të jeni duke pritur disa para në llogarin tuaj, do keni përmirësime të konsiderueshme në jetën tuaj, por mund të keni dhe një sukses financiar, ose edhe në lidhje me punën, me karrierën, me anën tuaj profesionale. Gjithsesi është shkurti është, më falni, muaj mars është një muaj ku
ju do keni ngritje dhe sukses. Është një periudhë e mrekullueshme, do buzëqeshni gjatë këtij muaji, do keni fitore të rëndësishme deri në fund të këtij muaji. Dhe shohim tarotin se çfarë na thot në lidhje me ju, çfarë energjie do na vi. Dhe fillojmë në lidhje me javën e parë. Atëherë, në javën e parë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të zjarit përsëri. Shoh që nuk e di, mund të keni kundërshtime mendimesh në lidhje me një dashuri, ju mund të dëshironi që të vini, ndoshta personi tjetër mendon që ju të vini kuror, por ju shoh që ju do jeni duke evonuar këtë proces në lidhje me një bashkëtesë, me një martesë ose edhe me një fejes. Gjithsesi, ju do harini sepse kalojmë nga 5-a te 6-a, shoh një sukses, një fitore në lidhje me dashurinë. Por për pjesën tjetër mund të ketë lidhje në lidhje me partneritete të ndryshme, mund të keni dhe konkurencati, mund të keni kundërshtime mendimesh në lidhje me idetë që ju keni, por unë shikoj që ju do t'ja arrini me sukses në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni. Situatat merrini nga më të ndryshme. Dhe në mesin e javës do bini pak të trishtuar për pjesën e personave që mund të jenë në një njohje ose lidhje, dhe nuk shikoni që ky person ju ofron këto emocione që ka në lidhje me ju. Ose në rastin tjetër, ju mund të jeni përqendruar kaq shumë te gjërat tuaja të përditshme, sa nuk shikoni personin që mund të keni në jetën tuaj, ose për pjesën e beqarëve dikë tjetër, këtë kup që ju vjen, këto emocione që dikush do t'ju shprehë, sepse ju shoh që jeni përqendruar te humbjet e së kaluarës. Ju mund të jeni përqendruar te humbja e një personi në të kaluarën tuaj, humbja e një pune, humbje ekonomike, ose një lloj dështimi që mund të keni pas në jetën tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në situata nga më të ndryshme. Por, gjithsesi në fund të javës shoh që ju një fitore, një sukses. Ju sikur do jeni duke e reklamuar këtë sukses, do jeni të vendosur në qëllimet tuaja për të arritur suksesin. Për pjesën e personave që janë beqar, mund të jeni dhe një person i suksesshëm dhe ky person është duke ju pritur, ose në rastin tjetër mund të jetë personi që hyn në jetën tuaj që është një person i suksesshëm. Gjithsesi shoh fitore sukses në lidhje me çfarë do lloj situate. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë, disa prej jush keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të zjarit. Ju largoheni nga diçka, nuk e di ose dikush largohet nga ju ose ju largoheni nga diçka, duke lënë mbrapa gjëra që ndoshta edhe pse shoh që mund të jenë, ndoshta dëshironi të bëni një fillim të ri, mund të lini një punë, një partneritet, një bashkëpunim, jeni duke e menduar mirë këtë punë, dhe në lidhje me një pjesë prej jush shoh që ju do keni një takim ose një fillim i ri, një dashuri ku takoheni me këtë person, ndiheni entuziast, do jeni duke e festuar, ndërsa për pjesën tjetër mund të hyni në partneritete ose bashkëpunime të ndryshme, por është një person i shoqërisë tuaj që do t'ju mbështesi në lidhje me këtë partneritet ose bashkëpunim, ose në lidhje me karrierën tuaj. Gjithsesi në fund të javës së dytë, shoh që do përballeni me shumë pengesa. Mund të përballeni me pengesa në lidhje me një dashuri. Edhe pse ju shoh që jeni në një takim, ndoshta ju do keni pengesa më mbrapa me këtë person, por në lidhje me një komunikim e shoh. Mund të jetë një komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale, ose mund të jetë një person në distancë, ose mund të jetë një person i distancuar. Gjithsesi në lidhje me pjesën tjetër, shoh që do keni pengesat e vendi punës, në lidhje me një partneritet ose bashkëpunim që do futeni, shoh që ju do mundoheni që të keni një komunikim sa më të mirë, do merrni lajme të mira në fund të javës së dytë, dhe me marrjen e këtyre lajmeve, ju shoh që ju do veproni shumë shpejt, por ndërkohë, një pjesë prej jush mund të keni dhe udhëtime gjatë fundit të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë.
Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë energji të shenjës së Virgjëreshës, kemi energji të shenjave të zjarit dhe të zjarit përsëri. Ju shoh që keni bërë durim në lidhje me shumë situata, ama jeni transparent, jeni të ndërgjegjshëm në lidhje me situatat që mund të keni kaluar. Ndoshta keni bërë durim, jeni munduar përsëri që t'i trajtoni ose do mundoheni në fillim të javës së tretë për t'i trajtuar gjërat më pozitivisht, për të parë anën pozitive të gjërave në çfarë do lloj situate që t'jeni, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, me familjen, në lidhje me anën ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Gjithsesi, ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje. Në lidhje me stabilitetin tuaj. Ndoshta për pjesën e beqarëve, të keni një takim me këtë person, do ndiheni entuziast, jeni duke pritur një përgjigje nga personi, ose mund të jetë dhe një person që është në distancë dhe ju prisni që të vijë ky person. Por ju shoh që do jeni duke festuar, do hidhni themele të forta në lidhje me dashurinë. Ju do harrini të stabilizoni çështje të ndryshme në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj nga ana ekonomike. Një pjesë prej jush mund të keni dhe një zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër. Gjithsesi në fund të javës së tretë ju shoh që do keni një komunikim shumë të shpeshtë nëpërmjet rrjeteve sociale, udhëtime, ose mund të keni dhe emaile gjatë fundit të javës së tretë, me lajme të mira i shoh këtu, në lidhje edhe me udhëtime të ndryshme që dëshironi të bëni. Për pjesën e beqarëve mund të njihni një person edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, ku do keni një komunikim gjatë gjithë kohës me këtë person. Për pjesën tjetër do harrini të zbusni ato komunikimin tuaj në lidhje me marrëdhëniet, me njohjet në vendin e punës, sepse ju dëshironi të lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe ju shoh që ju do kujdeseni shumë në lidhje me komunikimin që do bëni në çfarë do lloj ambienti që të jeni, ose në çfarë do lloj situate. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energji, me gjitha shenjat e horoskopit, te kartë e magjistarit, energjia e shenjës së Demit, shenja e Dashit, dhe kemi energji të shenjave të tokës. Gjithsesi në fillim të javës 4, ju shoh që i keni të gjitha mundësitë, ju keni manifestuar në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ose ju dëshironi ta çoni një njohje para, të filloni një bashkëtesë, një martesë, një fejesë, dhe ju shoh që i keni të gjitha elementet për ta plotësuar këtë, të gjitha mundësitë, ose në lidhje me punën, nga ana ekonomike, në lidhje me emocionet tuaja, por edhe në lidhje me dokumenta dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, për një pjesë tjetër. Dhe në mesin e javës shoh që ju do ndërmerrni iniciativa, dielli do shkëlqejë për ju, por mund të keni të bëni dhe me persona përballë që mund të jenë njerëz shumë të ngulës, e shoh më tepër këtu, njerëz pa kokë fort, janë njerëz të qëndrueshëm, e shoh këtu, por gjithsesi ju shoh që është diçka që ju bashkon në lidhje me, mund të jetë një njohje, një lidhje, një marrëdhënie, ose kjo mund të ketë lidhje te vendi punës. Disa prej jush mund të keni lidhje me shtetin, me situata të ndryshme që ka lidhje me shtetin, mund të jenë dokumenta ose gjëra të ndryshme që ju keni. Jeni duke menduar seriozisht në lidhje me këtë, anën ekonomike, jeni të rregjur, keni nevojë të merrni kohën tuaj për të pushuar dhe për të menduar se si të jepni drejtim. Çfarë do lloj situate që jeni. Dhe në fund të muajit, ju shoh që ju do jeni duke punuar shumë fort, duke ose është dikush që mund t'ju mësoj, ose është dikush që ju mbështet më saktë në lidhje me këto situata që mund të keni, por edhe në lidhje me anën ekonomike. Disa prej jush kanë lidhje shumë fort me punën, në fakt kjo si kartë, ku ju mund të mësoni diçka të re, mund të keni ide të reja, mund të filloni ndoshta të futeni në një kurs, në një trajnim ose diçka tjetër, dhe është dikush që është më i rritur se ju që është duke ju ndihmuar se si ju të merrni nga këto trajnime që mund të bëni, ose mund të jenë edhe kurse ose shkolla që mund të kenë lidhje me anën artistike, por edhe me punë zanati. Gjithsesi do marr një mesazh nga angjit, të shohim se çfarë mesazhi ju japi. Atëherë, këtu kemi energji të shenjave të ujit, dhe ju thot mërzitja që keni pasur po largohet, thot, ose po e lini mbrapa më saktë.
diskutoni edhe me dikë tjetër. Dhe jepini një zgjidhje situatave ose merrni një zgjidhje më të mirë për veten tuaj. Gjithsesi do jeni të mbështetur nga ëngjëjt, në mërzitjet që mund të keni kaluar po largohen, po i lini mbrapa, jeni ju ata që i lini mbrapa për të marrë një drejtim më të mirë, si në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike. Thjesht diskutoni edhe me dikë tjetër, thotë. Dhe bëni ato zgjidhjet ose jepini zgjidhje situatave të ndryshme që ju keni për të qenë dhe ju më mirë me veten tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm, një muaj sa më të mbar, por dhe një mbasdite sa më të këndshme. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.